Rikthehemi përsëri tek biseda jonë te fati i Toninit dhe i Markut. Natyrisht edhe tregimi i rrugtimit jetësor të Toninit është tregon aspekte të veçanta që nuk janë trajtuar në letërsinë shqiptare, pak nëse di unë ose kam lexuar, të arratisjes, që dhe arratisja nuk ishte aq e lehtë sepse kalonin në troje të Jugosllavisë, vuajtjet që kanë hequr në Prishtinë, në zonën ku çoheshin, në Kosovë, pastaj Kroaci, vuajtjet në Kroaci, vuajt më pak kur kalojnë në Itali. Po në kjo është më thallë Flamurgashi, ambasadori, se kishte lexuar më bën një koment ku isha në Tiranë, sepse ai tha e ke përshkruar një gjë që nuk ti ekziston në literaturë, sepse ikja e shqiptarëve nga tmerri i komunizmit për të shpëtuar tek sllavet, merrem me çfarë paradoksi, do të ikim te serbët me na shpëtuar. Dhe kjo jetë e kalimi i këtyre, për shembull Tonini që përshkruaj, ata kanë kaluar edhe aty një Golgotë të veçantë, sepse të shtypur, të nënçmuar, të nënvlerësuar, në padi, çdo lëvizje që bëhej, mendonin mos po na kthejnë mbrapa tek Shqipëri. Sepse kishte ndodhur. Po kishte ndodhur me këtë i friksonin. Se nëse ju nuk bëni çka ju thonë dhe dele termi terrenista që është praktikuar edhe në Jugosllavinë atë kohë. Nuk e di atë dëgjova. Po e keni dhënë ai termi sepse këta njerëz da pa da u vej si kusht, nëse ju nuk bëni çka ju thonë, ju kthejmë mbrapa. Dhe Jugoslavia tërshme, që të dim sepse nuk e bënin këta nga mirësia dhe se na donin ne. Merrshin fonde, ai ishte një source ekonomike për shtetin Jugoslav atë kohë. Merrshin parë nga gjitha ne për gjëra se po i mbajnë emigrantët, refugjatët. Dhe ata ndoshta $1 që merrnin nga ku do i merrnin, shpenzoshin 20 centa në refugjatë, tjerat i përdornin për vete. Dhe ky këndveshtrim i tmerrit që përjetojnë këta shqiptarë që ikin nga Shqipëria në përmes Kosovës, përmes Kroacisë dhe dalin në Itali, dhe aty në Itali fillon shikimi i perëndimit, aty ndryshojnë gjërat. Por mua më ka interesuar ai rrugtim. Unë me Toninin e përfundoj romanin, pjesën e Toninit marrë në First Avenue, në New York, si djalë i ri. Aty domethënë ka bërë shumë gjëra në Amerikë, por aty më intereson ai rrugtimi i tij. Rrugtimi dhe ajo lidhet, është brenga që i lidh të dy. Brenga që i lidh në moshë të rritur, kur janë ata të ples, po thuaj të dy, si Tonini si Marku, kanë nevojë që të heqin këtë breng. Tonini ka nevojë për të thotë Markut të më falë se liria ime të ka kushtuar ty 28 vjek burg. Ndërsa Marku e ka nevojë të thonë Toninit, në fakt ai është ai që fillon komunikimin me Markun, me Toninin me një letër, Tonin të kam urryer, të kam fajsuar në ditët e të mërshme të mia, ti ke qenë faj. Ty të kam pasi si arsyes për vujtjet e mia. Por ndërkohë, mendimin e Petros, priftit ortodoks, e kom kuptuar se si kanë ti ai që është dashur të më urrye. Dhe për këtë urrëti që kam pas ndaj teje, duhet e kam breng këtë. Se kam urryer dikant që s'është dashur të rrej. Si s'ma ke bati faj, ti ke kërkuar vetëm liri. Në fakt, brenga është e dy anshme. Po, absolutisht është e dy Kjo anshme. je fuqinë romanit. Po, brenga është e të dyve. Sa është e Markut, as është e Toninit. Sa është e atij që ka fituar lirin, po as edhe atij që e ka urryer lirin që ka fituar lirin, duke menduar se shkaku i dhimbjeve ti është ikja e tij. Çfarë mendoni se romani mund të ketë një fuqi rrezatuese edhe në kohën aktuale tek brezat e rinj? Dëshironi ta lexojnë dhe brezat e rinj që të kuptojnë se ç'është komunizmi, se ne shohim edhe në Amerikë tash ka fenomene, linja të marksizmit që nuk arrin të kuptojnë realitetin e hidhur persekutimit komunist. Është interesant se në Amerikë, sheh edhe në skena hollywoodiane, shumë pak trajtohet komunizmi si diçka e keqe, por më afër si një farë romanticizmi, si diçka e bukur, diçka sepse është në fakultet, është në universitet me fëmijë në universitet, është një farë simpatie se gjithë të barabartë. por nuk e kuptojnë se në realitet komunizmi ka qenë pothuajse edhe më i tmerrshëm se më shumë të merr vdekje se edhe çdo sistem njerëzor tjetër, fashizmi apo ku po diun tjetër, sistemi feudalizmi më parë, por ka një farë romanticizmi ndaj kësaj. Dhe këtë unë besoj që lexuesi kur të edhe amerikanë, se natyrisht është shkruar në anglisht. Po është shkruar anglisht
fillimisht, së pari, sepse shqipja ime është ashtu. Por është në nevojshme të lexojnë, të shohin nga afër se çfarë të merri ka shkaktuar ky sistem që shumë nuk e dinë. Dhe pikrisht kjo është, unë isha në Prizren me studenta në Kosovë dhe ata kanë dëgjuar deri 20 vjeçar, 18, nuk e kanë jetuar këtë tmerr. Dhe nuk ke ide se sa impakt ka një libër i tillë në konshiencën e ta kuptojnë se çfarë ka ndodhur. Çka është më e rëndësishme, jo të mësojmë vetëm se çka ka ndodhur, që mos ta lëmë të përsëritet. Kjo është një dukuri që s'duhet të lejohet të përsëritet dhe duke shkruar për to i japim jetë atyre që s'kan pas mundësi të tregojnë historinë e tyre, tregimet e veta dhe kjo është besoj një vlerë e librit që të bashkojë të jap jetë atyre të cilët s'kan pas kurrë aftësi, mundësi të shkruajnë as të jetojnë. E ndjeni ju këtë si një mision moral që t'i shërbej ndërtimit të një shoqërie të mirëfillt shqiptare? Kjo është esenca e librit. Unë përfundoj me atë në mënyrë hollywoodiane që banë së bashku, se fillon jeta përsëri një balle, ku banë Marku me dritën përsëri. Por arsyeja është që prapë cekalla më parë të flitet për dhimbjet, për ato që kanë shkaktuar një dhimbje të jashtëzakonshme në popullin shqiptar, të flitet pa rezerva, pa një farë brenget se po shkaktoi, por ta kem të qartë, kjo është për të bërë një dialog i mirëfillt, të dihet kush e shkaktoi dhe pse shkaktoi, dhe të japim të vëm në histori, por të histori të mirëfillt, por jo ta përdorim si një arsye për të damtuar dikën tjetër, por si një mësim, si një leksion historik për kombin tonë që të ecim përpara, dhe të na lësojnë këtë brengën që kemi të gjithë së bashku, brengën kolektive. Në këtë mes unë kam një pyetje, e shihni romanin si një roman shpresë për të ardhmen apo i peshës së fatit që ka rënduar mbi jetët e shqiptarëve në vite? Shumë si kombinimit të dyja, për më së tepër më shoh si një mundësi e shpresë, të gjejmë duke parafrazuar dhe thanjet e Nën Terezës, shtet Nën Terezës, të gjejmë të mirën edhe aty ku nuk ka ndoshta shpresë. Ta gjejmë dritën aty ku duket terr. Në Shqipëri kemi pas një vujt i jashtëzakonshme nga sistemi komunist i asaj kohe dhe nuk është që ka ndodhur para 1000 vitesh, ka ndodhur para 20, 30, 40 vitesh. Dhe duhet ta trajtojmë në mënyrë që të japim një reflektim të vërtetës, jo me se shumë me arsyetojnë, shumë vende ndëgjojnë edhe sot fatkeqësisht ndonjë njerëz pas ka pa drejt sistemi komunist se ka bërë këtë, sepse e relativizojnë me diçka që ndodh një ditë, pse ndoshta një krim që ka ndodhur. Do thonë këto janë gjëra të tmerrshme që duhet si shoqëri të mësojmë. Pyetja e fundit në lidhje me këtë, pastaj do të pyes për promovimin e librit. A ndjeni i çliruar nga kjo breng, apo vazhdon brenga, apo do të kemi një breng tjetër? Unë besoj, kjo libër jashtë për të çliruar personazhet e mia, si Toninin, si Markun, nga brengat që i bajnë, dhe përmes këtyre dy personazheve brengën kolektive që kanë jetuar shqiptarët fatkeqësisht në vendin e vet. Dhe natyrisht është vetëm si mesazh për të mundësuar njerëzve të largojnë atë faj, atë breng, atë sens që mbajnë në jetën e vet, në shpirtin e vet, që mos të jetë brenga ajo që definon nesërmen, të jenë brengat të kaluarës, të vënë në histori, të trajtojnë si kërkon historia në mënyrë të drejtë, por mos të jenë ato gjërat të cilat e definojnë të ardhmen tonë. Unë do të vlerësoja dhe për stilin e të shkruarit. Do më thënë, ky roman zhbërthen individën, njerëzit nga pikpamja e brendshme, nga pikpamja humane, nga ndjenjat e tyre. Nuk ka rëndësi fort, sikur se thash, konflikti, se konflikti është i qartë. Nuk ka rëndësi rrjedha e veprimit, është mendimi, vlerësimi, kjo e bën romanin edhe filozofik, edhe humanist, që përdoren fjalën shpesh, por jep romanit edhe një vlerë të madhe, domethënëse, në kuptimin edhe të lirisë së njeriut, që ekzistenca, aspirata për lirinë, për të mirën, është ajo që çon shoqërinë përpara. Në vazhdim, zoti Pash, do të pyesja
Si është pritur romani, për shembull, ju keni pasur 3 promovime me sa di deri tani. Një shumë pozitiv mu në zemër të Akademisë së Shkencave Shqiptare, 2 në Kosovë, 1 në Prishtinë edhe 1 në Prizren me studentët. Unë doqa disa kronika të kësaj me studentët, ose ku kishe kronikat tjera të këtyre ngjarjeve. Si është pritur romani nga shkrimtar, gazetar, kritik letrar? Unë, natyrisht, promovimet vetëm kanë filluar dhe I patëm, si thatë vetë, në Tiranë, në Prishtinë dhe në Prizren, pak të dalluar, ndryshe më thonë, kjo në Prizren ishte diçka unike, sepse ishte me studentë që kishin lezuar romanin paraprakisht dhe e kishin pasi një detyrë shkollore që të bani bisedë, sepse ishin studentat të letërsisë, të gjuhës, domethënë njerëz që ndoshta nesër shkruajnë vetë. Dhe kom pas jashtëzakonisht një numër se tash jam në rrethin e shkrimtarëve, nuk mund e besoj këtë, por po e them, dhe kom pas një reagim prej njerëzve të cilët shkruajnë për ditë, siç është Namik Dokle, siç janë shkrimtarë tjerë pavarësisht se do të marr emra, por që kanë pas një reagim jashtëzakonisht të mirë dhe pozitiv pikrisht për këtë temën që folët dhe ju, se si një njeri që s'ka jetuar kur në Shqipëri, se ka jetuar këtë sisteme për shkruar kaq afër, me kaq detaje, me kaq imësi, me kaq hollësi, një gjë që s'ka jetuar kur. Ndoshta aty është vlera e shkrimit, por besoj që libri, kur të vlerësojnë njerëzit që janë të penës, që shkruajnë për ditë, disesi të japin një vlerësim të veçantë, e njihet se pas ke bërë diçka të mirë. Dhe besoj që librin, kur të lexojnë ata të cilë ndoshta lexuesit, shikuesit tuaj do të marrin, besoj që do të jetojnë në të njëjtën mënyrë, dhe shohin të njëjtën gjë që unë dua ta shohin përmes librit tim. Besoj do të jetë sidomos në moshat të cilët kanë kaluar nëpërmjet kalvarit të regjimit komunist. Unë edhe një herë të uroj që ishte I pranishëm në studio që ndave me ne këtë libër, brengën tënde, tani brenga jote ushua. Lexuesi ka parapëlqyer, unë që kam lexuar me një frymë, siç e thon, të vlerësoj shumë për stilin narrativ, për mënyrën e pasqyrimit të personazheve, për dialogun e thukët, por me domethënie dhe për rezonancën që krijon tek lexuesi. Ky mund të ishte edhe subjekt për një film mjaft domethënës, besoj me që është edhe në anglisht, si version anglisht, ndoshta duhet gjetur rruga, sepse pastrimi shpirtëror nga e kaluara komuniste është domosdoshmëri për shoqërinë shqiptare, është domosdoshmëri për gjithë universin, është domosdoshmëri sidomos për ne që kemi jetuar atë periudhë, që kemi do si do ndikime nga shoqëria e kaluar, nga metodat, nga mënyra, por të trajtuarit me humanizëm, me shpirt, me një fjalë me shpirt, të bën që ta nxjerrësh këtë brengë edhe ti nga shpirti, e unë të uroj suksese, paqem edhe libra të tjerë, edhe kjo tregon se pavarësisht se nga një punë janë pension, ke gjetë një fund tjetër, për të qenë sa më afër si intelektual me njerëzit, ashtu si që edhe në punën në shoqatën panshqiptare amerikane Vatra, si sekretari kudo gjendur në çdo aktivitet të shohim. Unë të uroj edhe një herë në emër të teleshikuesve, edhe në emrin tim personal, si mik I juaj, suksese. Ju faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu I dhan fund emisionit ton Argument, kisha të ftuar në studio shkrimtarin Pashko Camaj, në lidhje me promovimin e librit të tij të sapo dal nga shtypi, Brenga. Lexojeni, ndjeni, kuptojeni dhe mendohuni. Ky libër do t'ju shërbej të gjithëve, do t'ju shërbej për t'u pastruar shpirtërisht, për të bërë një katarsis, sidomos ne që kemi kaluar nga periudha e komunizmit, por dhe brezin e ri, për ta kuptuar më mirë atë realitet, edhe për të kuptuar rëndësinë e demokracisë dhe të ruajtjes së vlerave të saj.
Edhe një herë zoti Pashk, ju faleminderit. Ishte kënaqësi, ju faleminderit shumë për gjitha.